Kërcënohet me jetë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, shteti hesht. Në një vend që ende përpiqet të konsolidojë themelet e demokracisë dhe sundimit të ligjit, lajmi se presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, është kërcënuar me jetë, nuk mund të kalojë si një tjetër titull nëpër portale. Është një kamban alarmi që duhet të trondit çdo qytetar, çdo institucion dhe çdo ndërgjegje njerëzore që e konsideron lirinë dhe sigurinë si themel të shoqërisë. Si është e mundur që kreu i shtetit të kërcënohet me jetë dhe shteti të hesht? Nuk bëhet fjalë për një qytetar të zakonshëm, edhe pse çdo jetë ka të njëjtin peshim, por për presidenten e një shteti të pavarur. Kur kërcënohet me jetë figura më e lartë institucionale e vendit, është vetë Republika që sulmohet. A është ky një akt i izoluar? Një person i papërgjegjshëm? Apo një sinjal më i errët për destabilizim të brendshëm, sulm politik, apo ndikim të huaj? Pyetje që mbeten pezull, sepse institucionet tona heshtin. Ku është policia e Kosovës? Ku janë AKI, Prokuroria Speciale, Ministria e Brendshme? A ka nisur një hetim? A është identifikuar autori apo autorët? A janë marrë masa parandaluese? Publiku nuk ka asnjë përgjigje. Heshtja institucionale në raste të tilla nuk është përgjegjësi, është bashkëfajësi. Sepse indiferenca përballë një kërcënimi të tillë nuk është as më pak, as më shumë, veçse një dritare e hapur për dhunën politike. Apo është frikë? Apo kalkulim politik? Mos vallë, për arsye se presidentja është një grua, një figurë që shpesh nuk i përshtatet stereotipeve të politikës patriarkale, trajtohet me më pak seriozitet? Apo sepse ajo mban qëndrime të qarta dhe nuk bën kompromis me drejtësinë e as me Serbinë, është bërë e papranueshme për disa qarqe që ndihen të kërcënuar nga forca e saj politike dhe morale? Shqetësimi është i dyfisht. Kërcënimi ndaj një presidenti është sulm ndaj rendit kushtetues. Heshtja e institucioneve është poshtërim për qytetarët dhe nxitje për ata që duan të mbjellin frikë dhe kaos. Në një shtet normal, një kërcënim i tillë do të aktivizonte menjëherë të gjitha mekanizmat e sigurisë kombëtare. Në Kosovë, vazhdohet me mos u bëni merak. Vjosa Osmani nuk është vetëm. Ajo përfaqëson një shpresë, një model të ri leadershipi, një zë që flet hapur për padrejtësitë, korrupsionin dhe tradhtinë politike që ka zvarritur Kosovën me vite të tëra. Kërcënimi ndaj saj është sinjal alarmi për të gjithë ne, qytetarët që ende besojmë se Kosova mund të jetë një shtet i drejtë, i barabartë dhe i sigurt për të gjithë. Prandaj, nuk mjafton më heshtja. Duhet reagim. Kërkojmë hetim të menjëhershëm, transparencë të plotë, publikim të informacioneve relevante dhe ndëshkim të autorëve. Nuk ka kompromis me jetën e një njeriu, aq më pak kur ai njeri është simbol i unitetit dhe i shtetit. Nëse sot kërcënohet presidentja dhe shteti hesht, nesër kush do të jetë në radhë? Në një demokraci, heshtja është armiku më i rrezikshëm. Dhe në Kosovë nuk mund të heshtim më.